Ajo çfarë e shohim të vizatuar në letra tashmë edhe me rrethimin e ri të Vakëfit është një rigrabitje e pronës tonë, meqenëse se ne jemi në atmosferën 35 vjetorit të rihapjes së kishave dhe xhamive, është shembulli më i keq dhe shembulli më i neveritshëm se si shteti në vend që të respektojë komunitetet fetare dhe të mbyll një herë për gjithmonë problemin e madh të pronave, lejon që të rigrabitet prona komuniteteve fetare. Në ligjet e aty ku do na hina në Bashkimin Evropian, tre ligjet e para janë liria, feja edhe prona. Drejtuesit e komunitetit musliman dhe atij ortodoks në Shkodër kanë reaguar ashpër ndaj asaj që e quajnë grabitje flagrante të pronës së komuniteteve fetare në qendër të qytetit, aty ku sot ka nisur ndërtimi një kulle 35 katëshe. Në një deklaratë për mediat, myftyu i Shkodrës Imam Muhamet Sytari dhe përfaqësuesi i kishës ortodokse atë Aleksandër Petani shprehen shqetësimin për situatën që vijon prej dekadash, ndërsa akuzojnë institucionet për neglizhencë dhe heshtje të qëllimshme. Në zemër të Shkodrës po ndodh një grabitje flagrante e një Vakëfi dhe një prone të kishës, që ne e kemi kurajon për të ngritë zanin dhe për të ba atë çfarë duhet për të mbrojtur të drejtën tonë. Imagjinoni, jemi 35 vite pas ramjes në pamjet e parë të perdës së hekur të komunizmit dhe shikoni se çfarë flasim ne sot në këtë konferencë, në këtë vend të besimit, të adhurimit. Kemi 30 e sa vite që jemi në gjyq për të përfituar pronën tonë. Së fundmi, do të thonë, ka rreth 7-8 vite, 10 vite, gjykata kushtetuese mori vendimin që ajo pronë i takon pronarëve të tokës dhe VKM-ja e nxjerrën në atë kohë, pra, ka dalë ashtë antikonstituse. Duke dalë antikonstituse, bjen çdo gjë, bjen poshtë çfarë do lloj gjyqi që mund të kenë bërë, mund të kenë fituar, mund të mos kenë fituar. Pra, po jemi lodhat shumë. Sa tani na ka ardhur, si thonë edhe në majtë hunsë, edhe jemi të detyruar dhe si sta dhe myftia, ndoshta edhe duke na marrë në përgojë, ndoshta edhe duke na fyra, po duke na sharë, megjithatë s'ka gjë, është prona e Zotit. Prona, po shkelin me këmbë, edhe po grabiten nga njerëz që ne nuk i njohim fare se kush janë. Imam Sytari tha se institucioni që përfaqëson është në procese të shumta ligjore për pronën në fjalë, të cilat sipas tij janë fituar, por pavarësisht vendimeve gjyqësore problemi vijon. Nuk i kthehet të zotëve e njëkohësisht i certifikohet dikujt tjetër që të ndërtojë një ndërtesë çado qoftë ajo. Kjo është paradoksale, është e çuditshme, është e papranueshme. Ne thrasim drejt respektimit të pronës, thrasim drejt standardeve qytetëruse, e pa u kthy prona tek Zoti nuk ka standarde qytetëruse. Ngelimi në mesjet edhe ngelimi në klasë. Propagandat të tjera janë propaganda boshe. Klerikët i bëjnë thirrje shtetit dhe institucioneve përkatëse të respektojnë pronën e vendimet e gjykatave, ndërsa refuzuan të komentojnë për organizimin e ndonjë proteste, duke theksuar se veprimet e tyre do të jenë gjithmonë brenda kuadrit ligjor. Në kohën e muajit Shaban i than muajit Ramazan që vjen më pas, pse nuk vjen në Shaban, tha çdo gjë në kohën e vet është e bukur edhe e duhur. Ka më shumë se protesta, por çdo gjë në kohën e vet edhe brenda kuadrit ligjor. Edhe donë Zoti nuk arrim aty ku nuk duhet të arrim, brenda kuadrit ligjor që mos të keq interpretuar në fjalët tona, por komuniteti musliman është komuniteti më i madh fetar në vend dhe vetëm shpërndarja gjeografike e xhamive tona dhe komunitetit ton është e tillë që na bën që kur të flasim, të jemi shumë të përgjegjshëm për çfarë flasim, por edhe ata që mendojnë të shkelin të drejtat edhe hakun ton, të mendohen shumë mirë përpara se ta bëjnë një gjë të tillë. Ndërtimi i kullës ka ngjallur shqetësim të gjerë në opinionin publik, ndërsa komunitetet fetare paralajmërojnë se nuk do të ndalen deri në zgjidhjen përfundimtare të çështjes.